Sa vjet që druat martuar? 12 vjet, po bashkë kemi qenë 20 vjet. Ke qenë e lumtur Evi? Kam qenë shumë rahat dhe kam qenë në paqe. Lumturia është pak fjalë e çuditshme. Po të kesh paqe me dikë, paqja është ajo që të mban martesën. Ne jemi ndar faktikisht dhe mund ta them, ne nuk jemi ndar as për nuk jemi ndar për xhelozira apo ndonjë gjë të tillë. Jemi ndar sepse kishim një diskutim në një farë kohe për punë karrierash. Ku doja të qëndroja unë nga ana karrierës, ai donte familje të madhe dhe unë doja familje. Dhe pastaj unë pata një smundje në 2016 që më desh që ishte shumë serioze, që kam kaluar dhe jam super fine, por mbasi ndodhi ajo më ndryshuan shumë perspektivat në jetë. Dhe mbas asaj kam qenë unë që i kam thënë atij që të ndajemi dhe jemi ndar aq paqësisht, kemi folur, flasim akoma, jam akoma në kontakt me ish-vjerën që i quaj vjerë, kunata, do të thënë ka qenë shumë e shëndetshme në natyrë, por nuk patëm fëmijë, se po të kisha fëmijë nuk do ishte ndar. Ai donte akoma fëmijë dhe mbas smundjes unë nuk mund të merresha me atë më. Madje ishte fakti që po mundoheshim kishim fëmijë, ishte arsyeja pse më ndolli ai problemi me shëndetin që ishte goxha i rëndë dhe ishte i rrezikshëm, domethënë, por që isha me shumë fat, kështu që kaloi dhe më ndryshoi për mirë. Sepse ndonjëherë këto janë ato që i themi ne a blessing in disguise, që nuk e kupton, që të bie një gjë e keqe, po pastaj kthehet në bekim, po ta marrësh holl. Dhe u kthye në bekim se më ka ndryshuar të gjithë perspektivën në jetë. Ti mbas asaj martese ke pasur martesë tjetër ose lidhje tjetër? I martesë jo, por relacion stabil, se unë jam shumë tmerrësisht stabil si person. Kush është partneri juaj? Jam shumë family oriented që i themi në Amerikë. Po nuk besoj se duat t'i futem në martesë e dytë, mund të ndryshoj kur të vinë në Shqipëri, se gjërat, po që se duhet lëvizin në Shqipëri, gjërat mund ndryshojnë. Do të marrësh disa vendime, por që jam në një relacion goxha të gjatë. Jo, se ne zakonisht kryeministrat i duam kështu të martuar me familje Evi. Kështu që mendoj këtë gjë. Po që ka do me thënë, unë jam kaq family oriented sa shqiptarkat që vinin në New York, shoqet e mia të vjetra vinin dhe bënin shakara të tilla që jam shumë prune, ke parasysh nuk e moderne nga natyra, po amerikanët janë shumë besimtarë në Zot, po ti marrësh, dhe për më tepër që ky me origjinë ishte greke, prindit i kishte grek, lindur në Greqi, vetë ishte amerikan, po e kishin shumë data nocionin e familjes, po dhe ne, në Gjirokastër, familja është e madhe, nuk ndan njerëz, kështu që edhe plus prindit e mi nuk janë zënë një herë, unë s'kam parë kur, prindit e mi janë dashur, janë marrë me dashuri, dhe unë s'kam parë kur që i mat ngrej zërin tim e moje, ose mami të ngrej. Cili është partneri juaj? Mund ta thoni? Është i huaj, nuk dua ta. Okej. Tani me që ju bashkëshortin e keni pasur... Domethënë jeta ime private ka qenë gjithmonë private, nuk e di nëse keni bërë. Jo, si ta mendoni ju? Është vetëm një gjë që ke, që nuk mund të... Okej. Tani, Evi, jam shumë i gëzuar që në krahun tënd është një personazh që unë e kam për zemër, nuk ta kam thënë në telefon kur kemi folur. Wilson Kokalari, e kupton, edhe Wilson dhe Kokalari është i jashtëzakonshme. Ka emrin për gjithë ata që nuk e din. Ai burri aty në krahët e Evi Kokalarit, ai ka emrin të gdhëndur një pllak hekuri dhe Neil Armstrong, amerikani që zbriti i pari në hënë, e ka vendosur në hënë, sepse ky ishte një nga konstruktorët e anijës. Jo, nuk e ke, je pa gabim aty. Tani ishte një je pa gabim aty. Jam gabim. Shiko, Evi Kokalari vetëm gabimet gjen për atë punë, po Vebi Bajrami. Jo duaj që Vebi Bajrami, autori i librit Shqiptarët e Amerikës, e ka përmendur në këtë formë Evi dhe nuk e di ku është gabimi këtu. Qofse gabon Vebiu, gaboj dhe unë. Well, ka qenë nuk ka qenë pllakat e gdhëndur, po ka qenë një kopje ka pasur, mësonim duket se kam parë një fotografi, ka qenë një si letër e madhe me gjithë emrat e inxhinierëve kryesorë, se ki parasysh një gjë. Ishin disa, po. Jo, ki parasysh që në atë kohë në NASA që ma ka thënë Wilsoni punonin gati 300.000 vetë, sepse ishin dhe kompanitë e jashtme dhe kishte tmerrsi shumë, se imagjino të shkosh deri në hënë se sa njerëz të duan. Po për shembull Wilsoni kishte shansin e mirë të firmoste një nga raportet kryesore të asaj lunar të modulit që ul në hënë, okay? Prandaj ishte edhe gjithmonë shumë afër qendrës, do të thënë ku ishte aktiviteti më
Pa, vendimmarrjes, bravo. Kështu që emri i tij është futur tek ajo prej kësaj, sepse ka qenë pjesë tek ajo. Konstruktor inxhinier i anijes Apollo 11. Një nga. Që shkroi në hënë dhe një nga, këtu je sakt, një nga. Dhe Neil Armstrong e ka lënë në hënë. Domethënë në hënë është një plakat që është shkruar mes emrave të tjerë, është dhe shkruar atje Wilson Kokalari. Dhe është ky burri këtu. Mes të tjerëve, mes shumë emrave të tjerë. Mes të tjerëve, po na lën. Po je përse më duket sikur themi se e kam egzagjerimin, e kam pak problem. Jo, se s'ka egzagjerim këtu. Domethënë edhe një herë lutem regjia full screen. Domethënë Wilson Kokalari, se edhe emrin e ka marrë nga Thomas Woodrow Wilson. Ka presidenti, ashtu e ka vënë atë, ka presidenti amerikan. Është shoqëruesi i nuses, pra në këtë rast Evi Kokalari, është ai që është një nga inxhinierët që ka projektuar, ka konstruktuar anijen Apollo 11 që Neil Armstrong bashkë me 2 astronautë të tjerë zbarkoi në hënë. Çfarë kujtime shke me Wilsonin? Shumë. Na thoj diçka, na do thoj një detaj veçantë. Unë kam takuar Wilson që në fillim kur kam marrë në Amerikë, që ka qenë 1998-99, okay? Ishte se kur kam ardhur në Amerikë fillova faktikisht kam ndetur tek mamaja Geri Kokalarit, ajo ishte në New Jersey, dhe që atje nuk ishin larg motra e Wilsonit, Sabet Kokalari që ishte një nga karakteret më simpatik gjirokastrit të kokalarëve. Tani këta kishin ikur në 1930, na kupton, që për shumë kjo Sabeti nuk ishte kthyer kur. Wilsoni ka qenë 2 vjeç kur është larguar nga Shqipëria dhe është kthyer në 2008, është kthyer 2 herë në Shqipëri, po. Dhe këta për mua nuk ishin vetë thjesht kushurinj, po sollën një botë tjetër, se para flisnin gjirokastrit që janë me një zhargon të 1930-s. Po i kishte ngelur ajo. E kishte ngelur aty sepse nuk ishin, e ke parasysh, nuk kishin komunikime, kishin gjirokastrit, sidomos Wilsoni, gjirokastrit që në e prindërve, se ai e mësoi gjirokastrit të Shqipën, e mësoi në Amerikë, dhe fliste shumë mirë. Po kishte fjalë që mua më bënin shumë përqeshur se mund t'i kisha dëgjuar kur isha e vogël që shkoja në gjirokastër. Për shembull kur ishte në spital, shkoja në spital dhe nga që donte të çante infermierën, më kthej mua në gjirokastrit që kjo gomiç jam, thoshte mua, mua më kapte një gjë se të imagjino që ai Shqipen se ka perfekte, po e flet. Po i gjithë, domethënë Wilsoni dhe kushurinë, mua më dhanë diçka tjetër që më mungonte. Ishte një sens i familjes, po i familjes e hershme, dhe për shembull Halla Gerit ka hikur nga gjirokastra 16 vjeç dhe ajo gjithashtu është lindur tek ajo shtëpia e madhe që them unë që kanë lindur shumica e këtyre dhe që e kemi akoma në gjirokastër, ka një kushuri rajon. Dhe ajo më tregonte gjithë historitë e familjes, e kupton, për babin, për mamin, për tjerët. Kunati Wilsonit, Paul Babameto, edhe ai ishte aratisur 16 vjeç në kamp, kishte hikur nga gjirokastra mbasi morën komunistët over. I hiku nga gjirokastra në Greqi, nga Greqia në Austri, erdhi në Amerikë dhe u martua me motrën e tij. Ai dinte dhe varin e gjyshit tim ku kishte qenë. Domethënë unë me këta ishin të mëdhej dhe dilja për darkë me Wilsonin, me motrën e tij dhe me kunatin. Të paska marrë Amerika me të miro Evi. Tashti, unë këta e kisha si baba pastaj Wilsonin, se kur lëviza unë New York, ky ishte në New York. Ky vinte mi kontrollonte gjithë në shtëpi, kisha rregull. Unë shkoja takoja gjithkohon në shtëpinë e tij. Domethënë ishte si babai edhe më gjante pak me babin dhe kishte të njëjtin humor, kështu që kishte të njëjtën të qeshur, të njëjtën natyrë, të njëjtën karakter, i butë, i qetë, i dashur. Kështu që ishte një zëvendësim perfekt dhe kur e humba dhe Wilsonin pastaj mua e ndjeva të shumë. Prapë e njëjta këtu. Pa e njëjta gjë, po. E njëjta. Po, foto tjetër? Këtu tani? Kjo tani është shumë, duhet të kaloj, ke një foto tjetër të raportit që ka firmosur Wilsoni. Qofse ke atë, se duhet t'japësh atë përpara se t'japësh këtë foto që ta shpjegoj. Nuk e di, regjia duhet ta kem një foto mbas kësaj. Okej, so të them unë kush është ky djali. Ky djali është Jared Isaacman, që është, ky është raporti që ka firmosur Wilsoni dhe po të zoomësh in. Kjo është firmosur në 5 korrik 1969, vetëm një javë ose 2 javë përpara se të nisej Apollo 11 nga për në hënë. Po. I pari e ka përgatitur Wilsoni dhe ka çek një tjetër me mbiemrin Nastasiaj. Dhe këtë isha
Duke ja treguar faktikisht vajza e Wilsonit e ka gjithë raportin origjinal të kësaj, se është goxha e madhe. Dhe këtë po ja tregoja në po të kalosh fotografin tjetër tek Xhere, tek ai djali që ishte mulur. Po, Rigje. Ai në krah ky është Xheret Isaacman, që është administratori aktual i NASA-s. Ky është i NASA-s. Domthon CEO, administratori aktual që oversaw Artemisin 2-shin që u nis